Ajo që po ndodh në Hag nuk është thjesht vetëm persekutim i Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit, por është një padrejtësi e madhe që kërkohet t'i bëhet historisë Kosovës, popullit Kosovës dhe gjithë shqiptarëve. Është një persekutim dhe një tendencë e hapur për të zhbërë momenti më të lavdishëm të Kosovës dhe luftëtarëve të UÇK-s, të cilët u përballen me regjimin e Miloševićit, kasapit Ballkanit, i cili masakroi, përdhunoi, vrau dhe shpërnguli qindra mijëra njerëz të pafajshëm nga shtëpitë e tyre. Është e qartë, është tendenca për të zhbërë një histori, e cila është historia më e mirë e shqiptarëve. Liderët e UÇK-s ishin të parët që krijuan partneritetin me NATO-n për t'i dhënë fund këtij persekutimi dhe spastrimi etnik të krijuar nga Miloševići. Prandaj, edhe generali Wesley Clark, James Rubin, Chris Hill dhe tjerë shkuan në Hag për që në krah të luftëtarëve dhe të drejtës lirisë Kosovës, duke deklaruar qartë jo vetëm pafajësinë e tyre, por dhe qëllimin i cili nuk ishte vetëm i liderëve të UÇK-s, por dhe të gjithë vendeve anëtare të NATO-s për t'i dhënë fund kësaj padrejtësie të madhe për t'i hapur rrugën pavarësisë Kosovës. Kosova sot është e pavarur. Është një vend në partneritet me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po përballet me një sulm të organizuar nga ana e Vučićit dhe ashtu edhe nga Rusia. Prandaj, më tepër se deklarata, duhet patjetër që dhe diplomacia shqiptare dhe parlamenti shqiptar të gjenë rrugët dhe mënyrat për të ngritur këtë çështje në çdo lloj institucioni, se kjo tendencë për të zhbërë historinë në rajonin e Ballkanit kundër Kosovës është për të rikthyer edhe një herë qartë në rajonin e Ballkanit konflikte, të cilat ndoshta sot janë të fjetura, por që mund të rihapen në dëm të qytetarëve të këtij rajoni të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit. I nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, javën e kaluar Kongresi Amerikan deklaroi qartë nëpërmjet zërit të kongresmenit Keith Seld, kryetari për Komisionin për Europën, mbështetjen për antarësimin e Kosovës në NATO. Do kërkoja prej hartuesve të kësaj deklarate që të shtojnë një pikë që Kuvendi i Shqipërisë mbështet antarësimin e Kosovës në NATO, duke shtuar edhe mëtej se janë pikërisht Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli, të cilët ishin pioner të rrugës së bashkëpunimit të Kosovës dhe antarësimit të saj në NATO. Mendoj që kjo do të jepte edhe një përgjigje akoma dhe më të mirë atyre të cilët në Hag po përpiqen tash bëjnë të histori. Sot duhet veprojmë si shqiptar, më tepër sa ngjyrat tona politike, për që të bashkuar në Kosovën, në Shqipërinë, në Maqedoni, edhe në Malzi dhe kudo që jetojnë shqiptarët, kudo në të gjithë botën, për të vepruar në një zë, në mbrojtje jo vetëm të këtyre liderëve të UÇK-s, por në mbrojtje të interesit tonë kombëtar dhe të Kosovës. Pra, duke u pajtuar me deklaratën dhe qëndrimet e kolegëve më parë, do desha që të vlerësohet që ndoshta të shtohet një pikë e formuluar ndoshta nga të dy hartuesit për mbështetjen e Kosovës për antarësimin NATO, edhe si qëndrimi i Kongresit Amerikan, por dhe si kontribut i atyre të cilët po persekutohen pa drejt sot në gjykatën e Hagës. Është e turpshme kjo që po ndodh, është kundër jo vetëm atyre që po persekutohen, por kundër historisë kombit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit zoti Mediu, fjalën e ka zoti Tedi Blushi.